Mirë se vini në Tradecast Albania, unë jam Henry, ne jemi kanali më i detajuar për tregjet financiare, flasim nga ana fundamentale, pjesën e parë të podcastit, pastaj mulojmë pjesën teknikale të tregjeve dhe mundohemi gjithmonë t'ju japim ide, sugjerime dhe momentet kyç që do hanoj tregu si për lart dhe për poshtë. Jam me Kleon sot, jemi mbledhur bashkë. Kleo, si je? Përshëndetje të gjithëve, po mbas një kohë gjatë pushimi, por duke qenë se janë edhe pushimet e verës, kemi qenë pak të normalisht me pushime si të gjithë, dhe kanali jon ka marrë të pushimet edhe kohën e tij, edhe pse Henry është munduar të nqezoj pothuajse çdo javë, edhe të na mbaj më të detajuar me analizën e tregjeve çdo ditë në Discord, në Telegram, duke dhënë disa ide, edhe video që ka postuar në rrjetet sociale. Po ja, tani do mundohemi që të nxjerrojmë pothuajse çdo javë dhe mos të humbim atë ritmin. Po. Përshëndetje Henry. Përshëndetje. Kleo, si po shkojnë tregtimet e tuaja këto 2-3 muaj? Si po ecën tregu nga ana jote? Po mirë, le të themi mirë, po duke qenë që është dhe muaj vere, nuk është se ka atë volumin tregu që ka gjatë muajve shtator dhe deri në prill, po e quaj, se pastaj duke kaluar prillin deri në shtator, është pak muaj që nuk ka volum të lartë dhe ka më shumë volatilitet. Por normalisht që tregu tregtohet në çdo kohë dhe ne do të jemi aty për të kapur ato momentin e duhur. Nuk është se për mua ka qenë një treg me shumë volum, por disa ide që i kemi ndarë edhe diskutuar në Discord bashkë kanë qenë me të vërtet shumë të vlefshme dhe i kam trajtuar dhe unë, përfshim tu disa stocks, goldin po ashtu, duke bërë pak ato day trading, por mirë në përgjithësi mirë. Po, shumë mirë. Okej, atëherë fillojmë direkt në temë. Fillojmë me lajmet, me ngjarjet kryesore. Fillojmë mirë javën e kaluar. Çfarë mendon ti që ka qenë le të themi kyçi i tregut javën e kaluar? Ku është bazuar tregu? Ku është dhemi përqendruar tregu javën e kaluar? Duke qenë që unë luaj më shumë indeksin e Nasdaq, është një ndër preferuarat e mia, domethënë futet tek ato indekse që unë e tregtoj. Pas një rënje Nasdaq ka qenë në afatgjatë jemi në trend për poshtë, domethënë jemi short, edhe mendoj që ka ardhur edhe nga ideja që i duhej kjo ulje Nasdaq duke parë analizën teknike, por duke u bazuar më shumë edhe tek lajmet e luftës midis SBA-s edhe Iranit, edhe pse është bërë një si ta them, është bërë si një lojë fëmijësh, domethënë që një herë do sulmojnë, një herë anullohen sulmet, por ka pas ndikim, flas për Nasdaqun, ka pas ndikim të madh këtë javë që lan pas, që kemi pas disa qërinj shumë, domethënë shumë me volum për short tek ditori, dhe pastaj mbas disa lajme që ka dhënë Trumpi në fundjavë që nuk ka kryer më sulme ose ka anulluar sulmet, mund të arrijë një marrëveshje paqe, edhe pse këto janë lajme kot për mendimin tim. Kemi pas dhe një ngritje në fundjavë gjatë ditës së njëjtës dhe premtes. Nuk e di ti si e shikon domethënë zhvillimin që ka pas Nasdaq edhe S&P 500, se këto janë kryesore. Edhe pastaj doja të pyesja edhe për dollarin, sepse e ke analizuar në rrjetet sociale. Po, dhe dollari shumë i rëndësishëm ka qenë. Për Nasdaqun dhe S&P-n do thoj që pam një ciklim kapitalit jashtë sektorit teknologjik, që ishte edhe mi kyçi i kësaj lëvizje 2-3 mujore, ose ka qenë në gjithë fazës. Edhe kishte ndodhur një ngjarje pak e rëndësishme, sepse në media sociale ç'a ndodh? Kemi disa tregtarë që dalin dhe bën le të themi stari, ylli i tregtisë në këtë fazë. Edhe ishte një djalë që kishte punuar për OpenAI që ka krijuar ChatGPT, kishte ikur nga ajo kompania, kishte hapur le të themi një fond
edhe vetëm me sektorin AI kishe investuar dhe kishe investuar me 4x leverage, 400% leverage ose diçka e tillë. Edhe ishte gjithmonë bullish. Edhe më në fund dhe ky djali, ky që mashi si gjeniu, u dojq nga uli që pati Nasdaqu. Sepse gjithmonë tregohet, tregu është gjithmonë në të dy krahat, edhe do të digjesh ndonjëherë, por ideja është çfarë do bësh ti kur do digjesh, sa si menaxhon ti situatën. Dhe eksperti në thonjza ose stari i ri i botës të investimeve dhe ai u dojq dhe kush ja bleu aksionet, ja bleu Citadel, që është një nga kompanitë më, le të themi, konservative, më kujdesshme në tregjet financiare dhe gjithmonë shikon që të jetë sa më e qëndrueshme në vendimet që merr, që mos ketë, le të themi, nuhatjet e balancet e mëdha të investimit që menaxhon. Që prap tregon atë që mund pasëroheni shpejt në treg, por kur vi momenti që tregu ulet papritur ose nuk parashikon ose nuk përgatitesh nga anën e keqe, nga ana e menaxhimit të rrezikut, sado i aftë jesh, sado i zgjuar, sado gjenit jesh, tregu nuk të di. Tregu është i pamëshirshëm. Dhe kishte ndodhur kjo, më ishte pak interesante dhe nuk e dija Peti Klesa, unë ndava te grupi OMB të Instagrami, që kemi le çunat e Discordit që jemi atje, që unë ndonjëherë ndajmë në një meme, në reels për qefshu, në shaka. Dhe ishte, le të themi, një mendoj që do të bëj diçka që do ta shpjegon detaj pse ka dështuar ideali. Dhe si dështojnë dhe shumë të tjerë fillestar. Në të njëjtin mënyrë. Kështu që keni kujdes. Arsyeja kryesore është sepse ishte shumë i koncentruar, do dilet e kjo pjesë, ishte shumë i koncentruar te sektori i AI-s. Por para 2 vjetëve, çfarë ka ndodhur me tregtarët shqiptar? Çunat e ri, vajzat e reja që donin të bëshin edhe të kapshin një bull market në kripto, ishin të koncentruar në kripto. Dhe janë ndjekur shumica nga atyre, sepse shikoni gjithë altcoins ku janë 90% minus në krahasim me nivelet që ishin dhjetor 2024, janar 25, dhe mbas një viti tani, një vit e gjys, janë gjithë të ndjekur. E njëjta gjë ka ndodhur dhe me këtë djalin, eksperti në thonjza, sepse ishte shumë i koncentruar, shumë i përqendruar te sektori AI dhe mendonte që çdo gjë do shkonte vetëm lart. Aja mund shkoj për i farë periudhe, por atë si e di ti Kleo dhe e dim ne që jemi të pjesë e Discordit, Trend Hunters, gjithë çunat ja kam shpjeguar konceptet e mia. Një nga konceptet kryesore është sado që të eci tregu, do vi në farë momenti që do kthehet te çmimi mesatar, do shkoj prap te mesatarja. Gjithmonë çmimi do shkoj te mesatarja dhe atë gjë ka bër sektori teknologjik këto 3 javë të fundit dhe Nasdaqu kryesisht, që ka djegur të djalën dhe shumë tregtarë të tjerë që janë koncentruar shumë të sektori teknologjik. S&P ka qenë pak më qëndrueshme, sepse ka pasur rotacione të sektorët e tjera, sektori energjetik, sektori i materialeve bazike, ke parë rritje të shëndetësia, kështu që ka balancuar pak edhe ka mbajtur, edhe ishte Dow Jones që kishte një qëndrueshmëri të lartë dhe pastaj ka pas një qëndrueshmëri me vërtet. Të ato nivele këto 3 javë të fundit paktën. Por të njëjtën mbas normave të interesit ku që pak më bullish tregu që bëri atë bounce-in, dogji këtë djalin, ka djegur disa tregtarë të tjerë në uljen Nasdaqu, pastaj bëri bounce-in dhe kur bëri bounce-in ra Dow Jones sepse u transferu kapitali. Kjo ishte, le të themi, ajo çfarë kam parë unë këto kohë të fundit, tregon po një gjë tregu që e para jem mos u ndikoheni dhe mos i bëni këto njerëz që marrin rreziqe të pa kalkuluar mirë idull. Si e kanë bërë shumë njerëz të djalin duke folur më tepër në media sociale, duke ja arritur menjën, le të themi, duke arritur atë statusin. Ndoshta ka bërë kapital serioz, por prapë është djegur. Jashtëzakonisht shumë ka djegur gjithë investitorët e vet. Kjo është problemi me këto lloj, le të themi, mënyra të tregtimit.
Kishe edhe pyetje për sollet dhe dollarin në temë, ha? Po, për dollarin, duke qenë se e ke analizuar dhe në rrjetet sociale, duke bërë dhe reels, që studimi i dollarit është gjë më e rëndësishme që duhet bëj një trader në fillim kur hap kompjuterin ose kur analizon tregun. Do të pyesja që si e ke parë domethënë dollarin, duke qenë se e ke ndarë edhe në Discord me çunat e Discordit, është analizuar dollari, analizohet çdo ditë. Po. Por të para ata që ndoshta nuk e analizojnë, duhet që ta shikoni çdo ditë, është shumë i rëndësishëm. Do të pyesja jeni çfarë mendimi ka Po, për ja. do të thoya për dollarin që këto kohët e fundit nuk ka gjithmonë korrelacion. Nuk po e them që gjithmonë ka korrelacion dollari kundër themi kriptos apo dollari kundër S&P-s, që kur rritet dollari ulet S&P edhe kështu me radhë. Por sepse kemi parë dhe në prill që pati rritje dollari, në maj ka pasur rritje dollari dhe ka qenë shumë i qëndrueshëm tregu i aksioneve, nuk ka qenë shkullur. Por po e përdor dollarin më shumë si një moment kyç për të gjetur momentet perfekte për të hyrë te floriri, që mendoj që është shumë i shitur për momentin. Kemi tregtuar 3-4 herë floririn te komuniteti dhe mos gaboj kemi dalur 2 herë me fitim, 1 herë me paret tona dhe 1 herë me humje të vogël, diçka të tillë. Që është një probabilitet i mirë, mendoj unë, kur fiton 1/3, 1/2 te floriri. Dhe po e përdor për të gjetur momentin kyç që mund të fuqizohet dollari apo të ulet dollari që të hyjë dhe në kripto njëkohësisht, të gjej një moment kyç në kripto që kemi parë një shtrëngim çmimi, një stabilitet të çmimit të këto zona, ca fallco herë lart herë poshtë, kur të marrë animin kyç dollari do bëhet të themi vala kryesore, edhe po prisje që kur do thynte strukturat. I thu strukturat këtë javë, tregtuam floririn, prap duket që dolëm me këtë javë dolëm me break even tek lëvizja e dollarit. Edhe pak fare me humbje të silver, që gjërat vogla që janë kompensuar, le të themi, nga fitoria e madhe që kemi bërë më parë e të mbuluar. Por gjithmonë dollari duhet analizuar, se jo vetëm forexi, po dhe kapitali që akullon nga merr përsipër rrezik të asetet rrezikshme si stocks edhe kripto, ose ma cash. Kjo është çfarë bëhet gjithmonë, një gjë që bëhet gjithmonë dhe analizohet, edhe unë analizoj shpesh. Nuk do ketë gjithmonë korrelacion, do dini dhe momenti kur do ketë korrelacion dhe pse do ketë korrelacion. Prandaj ekziston dhe komuniteti jon në Discord për këtë punë, që unë t'ju jap t'i themi një farë paralajmërimi se pse po e shikojmë dollarin tani dhe jo këto 2-3 muaj të themi të kaluar, si lidhet me lajmet e tjera, që kemi pasur edhe lajme këtë javë, ti e di shumë mirë Kleo që kemi pasur edhe normat e interesit, që besoj të stimulojmë tani edhe normat e interesit. Po kjo është e themi çfarë thoya për dollarin. Një katalist, mund ta quajmë, një moment kyç për të gjetur momentin perfekt, ose një mënyrë për të gjetur momentin perfekt për të hyrë në kripto. Ndoshta edhe pak herët edhe në gold. Ndoshta do jetë këtë javë. Po duket si mund të jetë Po. Thojnë e treta e vërteta, herën e tretë e kemi tregtuar, tani do të mendojmë të përpiqemi edhe herën e katërt për lart. Po që na jep mundësinë. Por është ajo që the ti, që është sezoni pak më parë, që është sezoni tani veror dhe nuk ka volumet, nuk ka lëvizje tregu aq shumë. Ngushti gjithmonë është pak i ngadalt, se gjithë i me pushime, si në Shqipëri, por edhe për vendet e tjera. Dhe mendoj ndoshta nga shtatori, shikojmë mos e na fundi i ngushtit, mezi i ngushtit, mund të filloj diçka, që të filloj pak vrulli. Po, normalisht duke qenë gjithë me pushime dhe personat që kanë fonde investimi që menaxhojnë kapitale shumë dha, janë pothuajse gjatë gjithë kohës aktiv në treg, por ngushti është muaj që shkëputen dhe mund të ketë ka më pak lëvizje. Për nga ana jote, lajmet, ngjarjet kryesore, çfarë mendove për normat e interesit? Si peti? Si
Normat e interesit priteshin që të mbeteshin të pandryshueshme edhe pse kishte një përqindje shumë vogël që mund ndryshonin, por nuk është se prisja diçka që ndodhte, domethënë isha I sigurt që do mbeteshin ashtu siç ishin. Pati atë volatilitetin gjatë ditës, tregu lart poshtë, normalisht duke djegur edhe day traders besoj, sepse ishte pak treg I vështirë atë ditë, por të pandryshueshme kemi edhe qermenin e ri të normave të interesit, duket pak I palëkundur domethënë ato qëndrimet e veta, edhe pse është fillimi, por shikojmë, ndoshta mund kemi një ulje në takimin e ardhshëm normave të interesit, mendoj. Jep mendimi përgjithshëm. Po, nuk patin lëvizjet e normat, edhe pse kishte lënë Kevin Walsh kishte lënë në temi një përshtypje që mund të ngrinte normat e interesit me rritjen e inflacionit ose diçka të tillë. Edhe që një lajm që u prit pak si pozitiv në treg, se pam atë bouncing të sektorit teknologjik, por kur shikojmë në anën teknikale do ta mulojmë pak më vonë këtë pjesë. Kur shikon anën teknikale ka kapur ato zonat e rezistencës që ne kemi përcaktuar. Nuk është që ka bërë ndonjë lëvizje që mund të themi ka kthy tani trendi dhe ne do ikim me patjetër për lart. Ka qenë një moment që ka shku prapë çmimit e mesatarja, sepse me shitjen e 2-3 javë të fundit, Nasdaqu ka devijuar shumë sektori teknologjik nga mesatarja, shkon prapë te ajo mesatarja që unë them gjithmonë që duhet shkoj tregu. Më them tërhiqet dhe pastaj shkon prapë te veni, si ti plastiku. Nga kërkesa dhe nga lëvizjet e tregtarëve të tjerë që bëjnë në treg. Por nuk e di, normat e interesit do të kemi pak frikë. Unë për vete isha I detyruar që të dilja totalisht cash javën e kaluar në fillim të javës dhe nuk kisha shumë, kisha vetëm 2 pozicione ngelura te stok se u shit që përpara 10 ditëve tani. Dhe kam netur cash. Pastaj I shita dhe gjithë javën kam netur cash. Tentova një lëvizje, nuk më pëlqeu. Tentova te goldi dhe te silver, sigur nuk heci një ditë, pastaj të nesme nuk kthy prap, që dola me paratë mia me pak humbje te silver. Dhe kaq, nuk ka qenë temi një javë e mirë në përgjithësi. Për kripton, keni një lajm në një gjë që mendon ti do ta mulojmë për dëgjuesit? Apo nuk është se kam një lajm, po thjesht mund të them që afatgjat duket që Bitcoini po konsolidohet dhe mund të kemi ndoshta edhe një trend të vogël në kripto. Por duke parë edhe stocks që lidhen me kriptot, duke analizuar stocks që lidhen me kriptot kryesore, siç është Bitcoini, mendoj që mund të vi një rritje. Sepse po shikoj zona që mund thyhen edhe normalisht që do ndikojnë edhe te Bitcoini. Po. Unë po shikoj le temi sot, që është e diel, se po injizojmë dielën datën 2 gusht. Po shikoj sot që kripto po ringjallet pak nga lajmi që ka nxjerrur Trumpi që du me patjetër që ta zgjidhja atë problemin e stratit të Hormuzit. Po si çdo diel Trumpi del me një lajm a pozitiv a negativ që ndikon tregun, bën lëkundjen e tregut ose shkundjen e tregut gjatë fundjavës. Dhe pastaj fillon java a bullish a bearish, varet nga lajmi që ai ka nxjerr. Kështu që ato është ajo që mund të ketë një shpresë tregu për një lëvizje mbas konsolidimit. Po ndërtohet pak struktura, po nuk është që është gati në atë strategjin. Me strategjin që përdorim ne, po nuk është gati, por mund të thyen shumë shpejt struktura, mund bëhet gati. Do shikojmë. Sepse po vazhdo. Edhe sot për shkakun ka pas një ngritje, duket siç e përmendë Trumpin që ka dalë gjatë orëve të mëngjesit me orarin në Londër, duke thënë që do të hapet komplet Hormuzi, mund të arrijë një marrëveshje, mund kemi një ringjallje, po të shikojmë sot domethënë
si të reagojnë Nasdaq edhe indekset e Nasdaq edhe S&P 500 në hapje. Po, në orën 10 më duket 11 me 11. Europën. Okej. Jamën që do vi ndonjë lajm ka aty se unë në që po punoj kështu. Po, kemi gjol numrat e papunësisë, Po. kemi një sekond, ato të mërkurën zakonisht janë, por të shikojmë që mendoj që mund të jetë një treg me volatilitet gjatë kësaj jave, duke patur Jolts opening, pritshmëritë janë pritet që dalin më të vogla se prioriteti, por do të shikojmë, kemi të martën janë Jolts opening, kemi të mërkurën PMI service, kjo pritet mbetet e pandryshueshme, dhe të premten non-farm payrolls dhe unemployment rate. Këto që janë më të rëndësishme, normalisht që lihen për në fundjavë, sepse jepen çdo të premte. Po, aty du të përshëndrojmë me këtë javë. Çdo fillim muaji, javën e parë të përqibjet ditë e premte. Po, aty do shikojmë, se besoj java dhe përgjithësi do jetë varet se si do filloj, mund të jetë të themi me anën që do filloj që sot në darkë, edhe pastaj ndoshta të premten do marrja të vendime a do vazhdoj vrulli për lart akoma ose për poshtë, anën që ka të përzgjedhur, edhe do ketë në kthim trendi. Se punësimi është i rëndësishëm. Kemi dhe raportime të ardha të disa kompanive, kemi pasur disa kompani si Microsoft javën e kaluar, që ca po thonë që kanë manipuluar statemente financiare dhe shumë gjëra të tjera online që gjithmonë do dali dikush do thotë diçka. Ishin dalë pozitiv, duket okay. Një nga çunat e Discord ishte duket Eduardo ose dikush tjetër, kishte kapur atë Microsoftin, po ne kishim si ide, kishim ndarë atë. Unë për vete nuk u pozicionova. Ishte edhe tek filtrimet, tek chartet që dërgoj unë çdo ditë për parë mundësi. Struktura ishte e mirë, njëkohësisht me anën le të themi financiare të biznesit që do bënte raportimin e revenues të ardhurave. Okej, atëherë po e lejmë kaq segmentin e ngjarjeve kryesore, le të themi anën makroekonomike. E dim gjithmonë që strati i Hormuzit do jetë një çështje dhe lufta me SBA Iran. Ndoshta kemi edhe situatën në Shqipëri të ndryshme që po ndodhen, që mund të ndikojë globalisht një ditë. Shikojmë. Kemi dhe diskutuam dhe pjesën e anës ekonomike, përqendrohemi më shumë te SBA-ja sepse ajo ndikon gjithë globin. Se mund mulojmë edhe Kinën, mund mulojmë edhe shtetet e tjera, po nuk ja vlen le të themi që të hyjmë aq në detaje këtu në podcast. Ndonjëherë ku ka diçka të rëndësishme, unë muloj te Discordi, prandaj ju ftoj gjithë që të bëni pjesë e Discordit, keni linkun më poshtë dhe bëni pjesë. Nuk humbisni asgjë se ke edhe një pjesë që është falas që pak të merrni disa informacione. Fillojmë tani me analizën teknikale. Po vazhdoj unë me analizën time, po shikoni këtu që ka vazhduar të bëj konsolidimi. Unë kam pasur këto dy zonat e supportit që mendoj që ishin dy zona strukturale të mira, zona 1, zona 2. Po shikoni këtu që ta heq pak të. Që në datën 29 ka kapur edhe zonën 2, parafësisht s'ndeta si gjë perfekte dhe pastaj është kthyr direkt lëvizja për lart të premte, të njëjtën dhe të premten, dhe tani po bën një thyrje strukture këtu për një vazhdimsi. I bin që nën këtë zonë, po e heqim pak të, nën këtë zonë këtu ishte risk off. Tani në thyrjen e kësaj zone është bërë që ne do të shikojmë për të marrë përsipër rrezik, sepse ndoshta tregu vazhdon për lart dhe lidhet pak me analizën e Nasdaqut, që Nasdaqu tani po bën një bounce. Problemi këtu është që ndoshta sektori teknologjik, edhe Nasdaqu, po gjen rezistencë te 696 QQQ-ja, që është ETF-i i Nasdaqut, dhe ndoshta mund gjejë rezistencë te 715.
këtu. Që të kemi shumë kujdes, që mos jemi shumë agresiv, ndoshta pozicionohemi në ide më të mira, po jo të jemi agresiv me kapitale, të fusim leverage apo të fusim sasi të mëdha, pa patur konfirmime të mira që kjo do të kthehet në një trend të qartë. Dhe këtu ka arritur zonën e koncentrimit të kapitalit, që është kjo zonë këtu, shikon? Ka arritur atë zonë dhe pastaj bounce. Një kthim momental të çmimit mesatar prap, që është kjo zona tjetër. Me jeshile. Që ka qenë support, tani është bërë rezistencë. Do shikojmë se si do reagojë te kjo zona. Dow Jones, shikojnë që ka qenë më qëndrueshme që e diskutuam, për arsye që unë ju thash pak më parë që sektori energjetik, që është këtu XLI-a, ashtu e kam sektorin energjetik, industrial dhe materialet bazike kanë qenë të mira, kanë lëvizur mirë. Dhe e ka mbajtur të qëndrueshme. Dhe vazhdon të marrë këtë vizën e trendit dhe tregon shenja që mund të shkojë për lart. Unë tani do vej edhe një alert këtu që ta kem, po që vazhdon si indeks për lart. Do shikojmë dhe Russell 2000, që Russell 2000 që janë small caps, dhe small caps kanë qëndruar mirë, dhe kjo ka një formim që quhet një bull flag. Tim trend, shtrëngim në rënje, pastaj thyrë për lart, edhe mund vazhdoj për lart. Shikojmë se si do formohet. Një gjë që duhet mulohet tjetër, që ndoshta ja vlen, është si duket pamja te mujori. Ky është problemi i tregut. Që tregu vazhdon të jetë shumë i blerë te këto zona, dhe po duket si 2 muaj tani ka qenë vend numëro tregu, e ku e keni qeshor korrik, dhe po duket se gushti mund na çojë për poshtë, ose le të themi një rritje ose një rritje ose një konsolidim këtu, po më mirë do ishte lëvizja më e mundshme është për poshtë ngushti. Kemi pak kujdes nga ndonjë lëvizje false për lart, rezistencë te Nasdaqu, dhe pastaj një kthim për poshtë. Zona që do shikoja unë është kjo, 610 të QQQ-ja, për momentin ka mbajtur të 10 emot e një mujori i çmimit, shikon, Nasdaqu është thithur aty, por çdo gjë duket bearish, dhe kemi edhe këtë vizë trendit të RSI-ja që duhet ta shikojmë me kujdes. Në thyks të kësaj vize trendi rritet shumë probabiliteti që mund shkojmë për poshtë. Këtu. Po dhe një alertun, po dhe viza trendit, dhe kjo është situata që te mujori nuk është që kemi pasur ndonjë dip të mirë që të vazhdonte. Nasdaqu ka qenë vetme që ka pasur dip të mirë të një zonë që është thithur. Le të shikojmë tani se si do reagoj javët e para të gushtit. A do thyet te strukturën dhe të vazhdoj deri te 797, apo do shkojmë deri te 600 këtu. Te kjo zonë këtu. Kjo është situata. Do lidhet pak edhe me anën makroekonomike që do ditë mas dite do qartësohet pamja. Për të marrë vendime tani do thoj që nuk është që unë do të hyj te sektori teknologjik fuqishëm, duke qenë që kjo ka vazhdon të ketë rezistencë këtu te kjo zona, që është zona ku kam vizatuar këtë jeshile, në zonën strukturale supporti jeshile, që tani mund të bëhet rezistencë. Pa thyer atë zonë prap, nuk ka vlen, kemi edhe strukturën këtu që mund gjejmë rezistencë. Që nuk do nxitosha, do bleja me kujdes, edhe ku shikon sektorin të premten, XLK-ja që është teknologjik, nuk është që pati një mbyllje pozitive të premten, ishte vetëm e njëjtja që shkoi për lart dhe të premten rezistoi. Edhe vizën e trendit e ka këtu, shikon, në rezistencë, që këto dy zona po shikoj unë tani, që të di që të jem pak më të marrë përsipër më shumë rrezik apo jo. Shikojmë edhe VIX-in, Klea, që ta kemi edhe atë të mulon. Po. Të bëjnë ndjek nga laptopi dhe. Po. Tani çfarë ka ndodhur është që kemi pasur rritje volatiliteti gjatë periudhës që është konsoliduar çmimi, ka bërë herë lart herë poshtë te indekset,
Dhe 4 ditë në fund është ullur VIX-i, dhe besoj kjo zona e 15 që mund t'ullet dhe një ditë tjetër të hënën të martën, të mërkurën, këto 2-3 ditë, mund t'jeni një zonë që do rritet prap volatiliteti që edhe mund të shitet tregu. VIX-i dhe Nasdaq-u këtu kemi në bëj një rritje deri këtu dhe pastaj një ulje që mund jetë më thellë dhe shumë këtu ose dhe të 600. Një këto dy zonë, do të kemi shumë kujdes të kjo pjesë, si do reagoj të kjo zonë, si VIX-i dhe të Nasdaq. Këtë gjë do të shikoja unë me aq sa kam tani informacion, që është e diell, kuptoj që çdo ditë dalin gjëra të reja, rrethana të reja, tregu na jep shenja të tjera duke bërë filtrime që sektore që për lëviz kapitale dhe shumë e radhë, dhe fillojmë që të marrim ca pozicione dhe pak rrezik përsipër në treg. Diçka tjetër për shtu këtu Kneva? Si në dhe? Jo? Okej. Atëherë ka gjithë se segmenti i aksioneve, për më shumë. Diçka që mund të thoja se do ta bëj çfarë do të prisja është çfarë shikoj unë është S&P 500 mund është një zonë rezistente, Nasdaq në një zonë rezistente dhe nëse S&P 500 kryen atë zonë, mund ta shikojmë në një nivel barabartë me all time high dhe Nasdaq ta shikojmë në një rezistencë tjetër dhe pastaj mund të kemi atë ulje. Thonë që mund të ketë një manipulim trendi. Në kuptoj. Mund të shikojmë S&P 500 all time high ose në zonën e all time high që ka qenë më përpara dhe pastaj Nasdaq do shikojmë në një zonë rezistencë tjetër pa kryer all time high dhe mund të kemi atë ulje në fundjavë. Nuk e di, është pak nëse ty janë strukturën, do të kesh me çfarë po shikoj nga analizat teknike. Okej, e kuptoj. Po mund ta bëj atë gjë. Por do t'i thojë dëgjuesit që e mira është se edhe Kleo në komunitet ndan një ide në një mendim aty, të hyni dhe të shikoni se çfarë shpërndajmë ne dhe çfarë ndajmë ne për tregjet, se mos ju shëndoni të bëni ose ta provoni këtë si punë, apo e keni bërë disa vite. Gjithmonë është mirë të merrni një perspektivë tjetër dhe një mendim tjetër për tregjet. Dhe për ata persone që përdorin prop firms, që përdorin kapitalin e tyre, pse ndoshta nuk ka mundësi ose ka frikë, mund të hyjnë sepse ka ide dhe për FTMO që ose po marr rastin e FTMO-ve, duke qenë se është prop firms më mirë. Keni ide që mund t'i tregtonin edhe në prop firms, mund të jenë fitim dorës dhe kanë se nica kemi Discord e bëjnë. Po, ka filluar çunat që kanë disa muaj tani që bëjnë prop firma sepse ne trajtojmë aksione, indekset, trajtojmë metalet dhe shembulli i fundit është Microsofti që Eduardi kishte trajtuar, kapi mirë, kishte trajtuar të FTMO-ja, kishte fituar diçka aty. Dhe ka kaluar dhe prop firma me ide që kemi ndarë aty, ca ide që ndajmë ne. Kështu bëhet atë themi si kështu përdoret komuniteti, se ne s'do jemi perfekt që të kapim çdo ide dhe çdo anim, por do kapim shumica dhe do t'ju japim ca ide të vlefshme aty për të përdorur si në performance, por dhe për kapitalin tuaj personal. Okej. Fillojmë tani me analizën e Bitcoinit. Dhe pastaj bëjmë Ethereum, shpejt që shikojmë dhe sektorin e kriptos. Ja ku shikoni si është të themi Bitcoini, vazhdon konsolidimin. Mund të jetë një formim që mund bëjë një head and shoulder, koka dhe dy shpatlla, që është një formim për një kthim trendi. Kjo është një gjë që unë po shikoj me kujdes. Nuk është gati Bitcoini, nuk kam euro në Bitcoin, edhe nuk kemi pozicionuar, nuk kam asnjë kripto tani për momentin. Dhe mendoj që në fytyrën e kësaj strukture këtu do shkoj për lart çmimi dhe më shkoj deri te 73. Kjo është një përmbledhje sepse kam thënë 2-3 javë rresht tani që atë kam si synim, dhe s'du të përqendrohem shumë ose të ripërsëris veten më shumë se sa duhet. Kemi Ethereum që ka një strukturë ndryshe,
unë pozicionova pak këtu, edhe shpjegova edhe javën e kaluar që u pozicionova, dola pak herët, me një profit të vogël fare të kjo zona, dhe tani po ulet prap, nuk është që kishte le të një fuqi për të vazhduar, po ulet prap edhe do shikojmë si do ndërtohet struktura, ku do ndërtohet struktura për një ripozicionim dhe një lëvizje ndoshta deri te 2000 ca te Ethereum, por nuk është gati. Dhe pastaj mund të shikojmë dhe ndonjë altcoin. Cardano më pëlqen dhe shumë, por nuk jam pozicionuar, ja këtu e kisha zonën për të bler Cardano. Më pëlqen dhe shumë, nuk u pozicionova. Nuk është të thënë që çdo gjë që shikoj unë dhe si ide do ta blej dhe do ta tregtoj, por e kam darë te komuniteti që mund ta kenë tregtuar anëtarët e tjerë. Më pëlqente dhe XRP-ja, por nuk ka thyr këtë alertin tim. Më shikojmë si do kapi zona aty. Më pëlqen edhe Solana, por dhe kjo nuk është që ka ndërtuar strukturë. Dhe kisha javën e kaluar Cake, që më pëlqeu, por nuk e di se si është strukturuar. Ka pasur një ditë për lart, dhe shkruar prapë poshtë. Kjo është një arsye kryesore që unë kam parë themi ndopsi në trend e vrut, dhe s'ka pëlqyer. Cardano do të ketë ndonjë lëvizje tjetër pse po në një arsye tjetër pse po bëhet kështu. Ja thotë ka bler ndonjë whale ndoshta, diçka tjetër që e ka rritur këtë nivel. Kleo, për kripto kishe diçka? Thash edhe që parë për e diskutuam, besoj se nuk kemi një trend apo të shkurtër në kripto, duke analizuar stocks që lidhen me kripto. Po. Po duke parë Bitcoin në një zonë konsolidimi për atë gjatë. Po. Do i thonë dëgjuesit që po që dëgjoni një dushim të zëri im, ndoshta është ktheu mikrofon. Edhe nuk kam çfarë bërë tani që kemi filluar inqizimet, do mund të shkuz dot, kështu që të na falni edhe e nxjerr do të krijoj më mirë këtë mikrofonin. Po para se të bëjmë podcast. Okej, flasim për modelët kryesor. Fillojmë me dollarin. Ja ku keni uljen e dollarit, struktura këtu që ka qenë risk on, më shumë rrezik që të mërkurën e kaluar dhe ka qenë mirë lëvizje. Këtu unë kam përfituar të një lëvizje të dollar jeni, por në të golli tentova që të trajtoja, nuk doli lëvizja. Eci mirë një ditë, pastaj dështoj. Kripto do të kishte ecur edhe më shumë, por ndoshta është frika që mund të ngrihet dollari pak dhe mbas ritestimit mund shkoj më thellë. Tjetër, dëtoj që tregu kinez ishte pak pozitiv. Ne kishim Alibabën të tregu kinez, ka thyrë prapë këtë zonën 2 dhe ka vazhduar për lart. Dhe tregu aziatik ka qenë në rikuperim, po kjo po ecëm pa shumë me Nasdaqun, kështu që nuk e shikoj këtë si një mënyrë diversifikimi. Kinezën po shikoj si diversifikim, sepse që në fund të qershorit ka zhvilluar një trend dhe ka qenë një val që ka ndodhur një njëtin kohë që S&P-ja ka bërë konsolidim dhe një ulje Nasdaqu. Flasim pak për naftën. Nafta ka bërë një bounce këtu nga lajmi, po me ndonjë lajm pozitiv ulet direkt. Edhe po kam përzierë që mos ta tregtoj sepse nuk pëlqen volatiliteti. Kemi tregtuar këtu poshtë, jemi kapur shumë mirë të 68-a, e shitëm në valën e parë, nuk e tregtova valën e dytë, këtë valën për lart tjetër. Po kemi fituar këtu diku te 1.5, duket 1.6, që nga botëm aty. Kemi kapur shumë mirë edhe aty te lëvizja. Tjetër, Floriri, shikoj Floriri, prandaj më pëlqen konsolidimi. Tani nuk kemi çfarë t'i bëjmë faktin që nuk po tregon vrrull Floriri akoma, por konsolidimi është shumë i mirë dhe unë do vazhdoj ta monitoroj këtë zonë këtu te Floriri për një
për një lëvizje për lartë. Kemi dhe këtë, që është silver, edhe ka një silver për një informim. Këtë dhe thoja këtu unë, edhe këtë dhe thoja unë që silver është një metal tjetër që duhet ta monitoroj, dhe më ka pëlqyer lithium për një kthim, prapë të materiale bazike dhe kopër. Kopër X është ETF-i, të trektorin dhe ide të tjera me në kopër, po e nuk të monitoroj. Këta janë të materiale që unë përshikoj, ose të madhët kryesor që unë përshikoj për vete që mund të pozicionohem këta javë që do të vi, dhe kaq. Kleo, dhe një gjë tjetër? Jo, ju bëj tiri gjithë të bërë pjesë e grupeve tona në Telegram e Discord, edhe për çdo pyetje mund ta shkruajmë dhe në YouTube në komente dhe do të përgjigjem. Po, unë i bëj thirrje gjithëve që keni marrë diçka me vlerë dhe vlerësoni informacionin që të bëni like, të bëni subscribe, të bëni share, video sepse më ndihmoni ne si kanal, nuk paguhemi fare për këtë punë. Është një gjë që ne bëjmë edhe kemi bërë gjithmonë si një hobi, një gjë për shef, japim me shumë informacione falas, edhe është diçka që jemi munduar që t'japim diçka me vlerë për tregtarë shqiptarë që të marrin informacion në gjuhën shqip në nivelin profesional. Mbaj sa mundohemi ne të themi nga ana jonë, pa patur studio, pa patur të themi ambiente që mund të bëjmë këto filmime më të avancuar që bëjnë të tjerët. Po që vlerësoni informacionin, like, subscribe dhe share, ndihmon shumë algoritmin dhe rritjen e kanalit, dhe kaq kisha për sot. Shihemi në Discord për ju që doni ta shikoni komunitetin në Discord, të vini në nivelin falas apo dhe në nivelin me pagesë. Shumë shpejt do bëjmë ca ndryshime te grupi i Discordit. Dhe kaq të thoj që shihemi javën tjetër me suksese këtë javë në Tregjit. Kleo, suksese dhe flasim. Faleminderit. Në pafshim.